Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet tona i dërgojmë njeriut më të dashur të zemrave tona, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij, mësimet dhe udhëzimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të dashur, takohemi edhe sonte së bashku. Dhe çdo takim sjell kënaqësi të reja, përjetime dhe mësime, mbi të cilat e organizojmë jetën tonë. E kalojmë atë dhe shpresojmë që ky kalim i jetës me këto mësime dhe këto kuptime të jetë treguesi i fitores dhe i rrugtimit tonë të saktë dhe i kryerjes së misionit për cilin jemi krijuar. Është kënaqësi që jem para juve, dhe çdo herë është kënaqësi. Por besoj dhe jam i bindur se edhe ju cilët na ndjekni dhe na përcjellni, keni kënaqësi të veçantë. Për shkak se edhe ne që flasim, edhe ju që ndëgjoni, në këto pozicione nuk jemi ndryshe, përveç se me një mision të përbashkët. Dikush flet e dikush dëgjon. Misioni është i përbashkët. Ta njohim Zotin. Të njohim punë dhe vepra të cilat e kënaqin Zotin ton. Të largohemi nga ato punë dhe vepra të cilat e hidhrojnë Zotin ton. Si rezultat i kësaj njohje të Zotit, të njohim edhe kuptimin e jetës. Të njohim edhe vepra të punët me të cilat ne dalim fitimtar. E të ulur në këto pozicione, nuk jemi për ndryshe përveç se rezultati një përzgjedhje të veçantë nga Zoti i botrave. Unë nuk jam këtu pos si përzgjedhje e Zotit. Jo për ndonjë dituri të madhe që posedojmë. Jo për ndonjë aftësi të jashtëzakonshme. Jo për ndonjë arsye të caktuar të kësaj bote. Por se Allahu xhallashanuhu përzgjedh nga robërit e tij kënd të doj për të ngarkuar përgjegjësi. E dalja ime në këtë rast para jush dhe çdo dalje tjetër nuk vjen ndryshe pas se rezultati një përgjegjësie që e ndjejmë në veten tonë, në thellësinë e shpirtave tonë, se rezultat i njohjes së mësimeve dhe argumenteve të Zotit, që tu përcjellim atë të cilën Allahu xhallashanuhu na ka dhënë neve. Që të mos heshtim atëherë kur duhet të flasim, që të mos ndalojmë atëherë kur duhet të veprojmë, që në mesin e kësaj përmbysje të madhe dhe një lloj mjegulle që kushdo që ngritet në mëngjes e hedh para njerëzve, në veshët e tyre, në shikimin e tyre, në zemrat e tyre, dyshime të ndryshme, keqkuptime të ndryshme, deformime të ndryshme, ku secili merr të drejtën që ti ofroj njeriut modelet të caktuara, qoftë të kuptimeve, qoftë të jetës. Atëherë është e domosdoshme se cili në këtë rast, ne në këtë moment e çdo kush që Zoti xhallashanuhu i ka dhënë kuptime të drejta dhe të sakta, kuptime të cilat burojnë nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, tu aplasojmë, tu përcjellim me dashamirësinë më të madhe, me kujdesin më të madh, me dëmshurinë më të madhe dhe njëkohësisht me njëtin më të lartë. Ajo është përmirësimi dhe rregullimi jon. Ndreqja e raporteve tona me Zotin, largimi i dyshimeve të caktuara me të cilat njerëzit sot fatkeqësisht jetojnë dhe bashkëjetojnë me to. Largimi nga punë dhe vepra të cilat në vetveten e tyre nuk tërheqin asgjë tjetër nuk përmbajnë asgjë tjetër shëmti, qoftë në momentin e veprimit, qoftë pas veprimit të tyre. Andaj, kjo përgjegjësi që Allahu subhanahu wa taala na ka ngarku, është më shumë përgjegjësi se sa privilegj.
qoftë nga përzgjedhja e temave, qoftë nga trajtimi i tyre, qoftë nga shtjellimi i tyre, qoftë nga argumentimi i tyre e kështu me radhë. Mirë po mbi gjitha pastaj nuk ka kënaqësi më të madhe se sa ta përcjellësh fjalën e Zotit. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. E kush flet më mirë se ai që thret në rrugën e Allahut. Ai i cili përcjell mësimet e Zotit. Ai i cili përcjell mësimet e pejgamberit alayhis salam. Ai i cili e nxjerr në pa dhe e nxjerr në shesh trashëgimin e mahnitshme të urtësive, të fjalëve, të përvojave, të udhëzimeve që ummeti islam i kalon gjenerat pas gjenerate. E pastaj edhe ju që ndëgjoni, vëllezër dhe motra, dijeni se është përzgjedhja Allahut subhanahu wa taala. Ty që Allahu xhaleshanu ta ka mundsu që në moment caktuar, qoftë me vetdije, qoftë ndonjëherë edhe rastësisht, që të hasësh në këtë kanal të bekum, në këtë kanal të bereqetshëm, qoftë në shkputjet e caktuara, qoftë në përcjellje të vazhdueshme, dije se mund të jetë sinjal nga Allahu subhanahu wa taala për ta ndryshuar jetën, për ta ndruar rrugtimin, për të përmirësuar kuptimet, nga sa Allahu xhaleshanu ka po hajër e pastaj i lehtëson shkaqet dhe sebepet e arritjes deri tek informacioni i duhur, informacioni i saktë. E kur po flasim ne për këtë rrugtim të përbashkët, sigurisht se e kemi të nevojshme dhe të domosdoshme ta kthejmë shikimin ton, ta kthejmë edhe një herë vëmendjen, ta kthejmë edhe një herë fokusin në një diçka e cila është përcaktuese në rrugtimin ton për tek Allahu subhanahu wa taala. Përcaktuese në orientimin ton, përcaktuese në vlerësimin ton, përcaktuese pastaj edhe në shpëtimin ton. Ajo është kthimi i fokusit ton në diçka e cila nuk duket, në diçka e cila nuk ka akses askush tjetër pos ai i cili e ka kriju. Nuk ka mundësi ndërhyrje në të askush tjetër pos ai i cili e ka kriju. E kjo është zemra. Zemra cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bë një nga gjymtyrët e trupit, por e cila nuk i përngjan gjymtyrëve tjera. Sepse zemra është komanduese. Zemra është orientuese. Dhe zemra është ajo e cila ndikon në rrugtimin e njeriut, në të folurit e tij, në ndëgjimin e tij, në veprimin e tij, në të jashtmen e tij dhe në çdo gjë tjetër. Andaj Islami ka përcaktuar zemrën se një nga gjymtyrët më të rëndësishme në veten e njeriut. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se inna fil jasadi mudgha. Në trupin e njeriut, ka thënë pejgamberi është një pjesë, është një copë, e cila idha saluhat, po rregullua, po përmirësua, po që e shëndosh, po që e ushqyer si duhet, po që e orientuar si duhet, saluha el jasadu kullu. Do të rregullohet, do të përmirësohet dhe do të jetë i aftë dhe i gatshëm për rrugtimin e duhur dhe shkelqimin në veprime në të jashtmen e tij i tërë trupi i njeriu. Dhe i dhe fesadet, po u sëmu kjo zemër, po u dëmtu kjo zemër, po nuk që e ushqyer si duhet, po nuk që e formuar si duhet, sigurisht se të gjitha pjesët të cilat zemra i komandon, zemra i udhëheq, zemra i drejton, do t'jenë të prishura dhe nuk do t'jenë në funksionin e duhur. Andaj zemra në konceptin islam është përcaktuese në disa prej pikave shumë të rëndësishme të jetës së njeriut. Ne dim se madje edhe në popull, edhe tek njerëzit është e njohur fjala që zemra është me rëndësi me kanë mirë. Edhe ne pajtohemi. Edhe ne pajtohemi se shumë rëndësi dhe gjëja më e rëndësishme është zemra.
Mirë po, në kuptimin e asaj që njerëzit e kuptojmë se si duhet tjetë kjo zemër. Çka nën kupton zemra shëndosh? Çka nën kupton zemra e gjallë? Çka nën kupton zemra e orientuar dhe e përcaktuar si duhet? Dallon shumë nga koncepti dhe nga trajtimi që ja kanë bërë mësimet e fesë dhe dallon shumë nga koncepti dhe trajtimi që ja kanë bërë të tjerët. Nëse për të tjerët pretendimi i pastërtisë së zemrës është një lloj përpjekje që të fshehen nën të veprimet e shëmtuara dhe të gabuara, madje edhe mangësitë e tyre, ne duhet të them stop këtij kuptimi. Duhet ta ndreqim dhe duhet ta rregullojmë, sepse është e kundërta ajo që e sill kuptimi i fesë. Andaj zemra përcakton disa gjëra, të cilat do t'i ndëgjojmë sonte së bashku me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në radhë të parë, zemra është ajo e cila e përcakton pranimin e veprave. Pra zemra është ajo e cila përcakton pranimin e veprave. Sepse vlerësimi i një pune dhe vlerësimi i një vepre nuk varet nga e jashtëmja e veprës. Sigurisht se e ka vlerën dhe rëndësinë e vet, pa e neglizhu. Mirë po, hapi më i rëndësishëm dhe përcaktues i pranimit të një vepre është zemra. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum." Allahu xhalla shanu nuk shikon fizionominë juaj. As nuk shikon në pamjen e juaj. As nuk shikon pra në të jashtmen e juaj. Allahu xhalla shanu shikon në zemrat e juaja. Pra vendi ku Allahu xhalla shanu sheh tek ne është zemra. Andaj fokusi jon kryesor në jetën tonë duhet të jetë përmirësimi i kësaj zemrave. Sepse nga shikimi i Allahut xhalla shanu në zemrën tonë varet pastaj edhe pranimi i veprave. Andaj thot Ibn Qayyim, Allah e mëshiroft, veprat janë forma. Veprat janë forma e jashtme që njeriu i kryen, ndërsa brendësia e këtyre veprave, shpirti i këtyre veprave, ai i cili këtë vepër e pan të gjallë dhe i jep kuptim dhe i jep pranim tek Allahu subhanahu wa taala, është brendësia, është sinqeriteti i cili sigurisht se e ka burimin në zemrën e njeriu. Andaj kushdo që vepra e tij të ngritet tek Allahu subhanahu wa taala, të pranohet tek Allahu xhalla shanu, të vlerësohet tek Allahu xhalla shanu, duhet ta di se burimi i kësaj është zemra. A buron nga zemra e nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, a buron nga zemra e cila don dhe e dëshiron Allahun subhanahu wa taala, a buron nga zemra e cila me dashuri i kryen këtë punë, a buron nga zemra e cila me kënaqësi i kryen këtë punë, a buron nga zemra e cila është e qetë pasi ka kryer këtë punë, a buron nga zemra e cila kur i kryen këtë punë nuk dëshiron asgjë tjetër pos kënaqësinë e Zotit fuqiplot. Të gjitha këto vendi i tyre është zemra, cilën Allahu subhanahu wa taala e sheh dhe nuk kalon askuj akses qasje në brendësinë e zemrës së njeriu. Andaj, si rrjedh e kësaj, nuk ka të drejtë askush ta gjykojë veprimin e askujt, në pranim ose në mospranim. Askush nuk ka të drejtë ta gjykojë veprimin e dikujt në pranim ose në mospranimin e veprës. Kjo është çështja e parë dhe për çështjeve më madhore, sepse të gjithë jetën tonë cilën e bëjmë, angazhimet cilat i bëjmë, punë cilat i bëjmë, ndalesat nga të cilat ndalohemi, sigurisht se të gjitha këto i bëjmë me një qëllim, pranimin e tyre tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj, nëse se derti dhe brenga jonë është apo i pranon Zoti këto punë cilat i bëjmë, sigurisht se shikimin duhet ta kthejmë tek pastërtia e zemrës dhe orientimi i kësaj zemre, sepse varësisht nga ajo që buron nga zemra, do të jetë edhe rezultati i pranimit të punëve dhe veprave tona. Zemra është përcaktuese. Edhe për një moment, për momenteve të cilën e presim të gjithë. Jetojmë për atë moment, angazhohemi për atë moment, të i kalojmë raste dhe momente të caktuara në jetë për atë moment, falim të tjerët, sakrifikojmë, japim, angazhohemi, pra të jetën tonë e bëjmë për këtë moment. Momentin e daljes
para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Çka kemi me nxjerr para vetes kur dalim para Zotit? Me çfarë bagazhi të punëve dhe të veprave tona kemi me dalë? Ty që Allahu xhallashanuhu të ka dhënë ymër, jetë, shnet, pasuri, begati, udhëzim, mundësi të mësimit, në momente të caktuara të gabimeve Allahu të i ka kalu dhe të ka afatizu për pendim. Ta ka mundësu Allahu xhallashanuhu me mësu. Momentin e daljes para Zotit, çka do të nxjerrsh para Allahut? Me çka shpresojmë se do të thojmë o Zoti i botrave, ja kët e paraqita para teje. Ja me kët kam ardhur para teje. Shpesh herë mbështetja jonë në disa punë që i bëjmë mund të mos jetë mbështetje reale. Mund të mos jetë mbështetje e cila do të na nxjerr faqebar. Mund të mos jetë mbështetje e cila do të na nxjerr fitues. Andaj është shumë e rëndësishme me e zbulu, me e pa, me e kuptu nga ajo që Allahu pret para neve. Çka thot Allahu subhanahu wa taala për atë ditë të madhe, ku njerëzit do të kthehen tek ai, pasi që e kanë kuptu të gjithë realitetin e kësaj bote, realitetin e besimit, realitetin e vdekjes, realitetin e krijimit, sepse atje pastaj do t'i kuptojnë të gjithë, edhe ata të cilët këtë botë e kanë mashtru veten, edhe ata cilën këtë botë kanë mohu, atje do të largohen perde dhe njeriu do të ballafaqohet me ato cilën e ka bë. Dhe Allahu xhallashanuhu thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Atë ditë nuk bën dobi as pasunia e as evladi. Pra dy gjërat cilat njeriu në këtë botë mbiton ndërton krejt pothuajse. Evladin këtë rast simbolizon të gjithë ndihmën që mund ta ketë dhe përkrahjen njerëzore që mund ta ketë dhe ka nis nga ai që njeriu zakonisht e ka mbështetjen më të madhe, dhe pasuria pastaj dihet si një nga po themi mbështetësit më të madh të njerëzve në jetën e kësaj bote, madje shpesh herë edhe në refuzimin e ndjekjes së rrugës së Zotit. Tek e fundit shumë njerëz pasunia e ka mashtru, dynjaja e ka mashtru, pozita i ka mashtru, pushteti i ka mashtru, dhe ata mendojnë se këto do të jenë të përhershme. Ata mendojnë se nëse në këtë dynja, pasunia, dynjaja, pushteti ua ka hap dyert, ata mendojnë se edhe kur dalin para Zotit do ta kenë të njëjtin tretman. Ose dikush i cili me një telefonat mund t'i hap të gjitha rrugët e kësaj bote, çfarë do qofshin ato, mendon se e njëjta do të vledhen në botën tjetër. Allahu xhallashan na tregon se ky standard do të përmbyset, e atje do të dalë në shesh një standard tjetër. Ky standard është shumë e rëndësishme me kuptu. Me çka? Cili është standardi? Cila është puna? Me cila është vepra? Me cilën del para Zotit xhallashanuhu dhe Allahu thotë, që kjo është ajo për cilën unë tash t'i hapi ty portat e mëshirës, portat e rahmetit, portat e pranimit, portat e llogarisë së lehtë, deri tek portat e xhenetit, takimit me Muhamedit alayhis salam, takimit me Zotin. Po atë ditë Allahu xhallashanuhu po na thotë dhe po na mëson se nuk bën dobi asgjë, pos illa man ata Allah biqalbin salim, pos ati i cili ka ardhur tek Allahu me zemrën e shnosh, me zemrën e pastërt, me zemrën cilën nuk e ka njollos, me zemrën cilën nuk e ka përly, me zemrën cilën nuk e ka ndot, me ndotësit e shëmtuar të kësaj jetë dhe të kësaj bote. Pra pastërtia e zemrës përcakton shpëtimin në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit. Çka ne kupton ndytësia e zemrës në këtë rast, pa pastërtia e zemrës ose shëmtia e zemrës, Allahu nuk e pranon çdo zemër në të cilën ka shirk. Nuk e pranon Allahu xhallashanuhu. Çdo zemër e cila ka urrëtie, nuk e pranon Allahu xhallashanuhu. Çdo zemër e cila ka mendimallsi, nuk e pranon Allahu xhallashanuhu. Çdo zemër e cila ka mendim të keq për tjetrin, nuk e pranon Allahu xhallashanuhu. Çdo zemër e cila ka hipokrizi, nuk e pranon Allahu xhallashanuhu. Andaj të gjitha këto të cilat në jetën e kësaj bote mund të duken shumë të thjeshta, mund të duken të padamshme, të ke fundit kujt i duket sot se shirku po i ban dam?
në këtë botë, kujt I duket? Sepse Allahu xhaleshanu e ka afatizuar dhe nuk ka bën dëshkim në këtë botë. Mirë po një zemër e cila bart shirk dhe del para Allahut me atë shirk, nuk e pranon Allahu subhanahu wa taala. Një zemër e cila bart urrëtie në këtë botë duket shumë e thjeshtë, mund ta kaloj shumë lehtë, mirë po nuk e pranon Allahu xhaleshanu. Pavarësisht se kjo zemër me shirk dhe me urrëtie, me mendjemadhësi dhe me hipokrizi, me çfarë mund të jetë shoqërues kjo zemër? Mund të jetë shoqërues me punë të mira, me vepra të mira, me vepra të caktuara. Pra, shirkun, urrëtien, mendjemadhësinë, hipokrizin, të gjitha këto I ka shoqëruar me punë të caktuara, ndoshta edhe me bamirësi të caktuara, me punë, me vepra të caktuara të jashtme. Mirë po në shoqërinë e kësaj zemre, nëse kanë zënë vend dhe nuk është pastruar nga shirku, nga hipokrizia, nga mendjemadhësia, nga urrëtia, nga zilia, e kështu me radhë, Allahu xhaleshanu nuk e pranon këtë zemër. Andaj, por që ka shumë rëndësi që ta pastrojmë zemrën këtë botë, që ka shumë rëndësi që investimin më të madh që duhet ta bëjmë në jetën e kësaj bote. Investimin më të madh që duhet kujdesemi me të, për të në jetën e kësaj bote. Pra, përveç zbukurimit të jashtëm, përveç përgatitjes së jashtme, përveç pamjes së jashtme dhe rregullimit të ambientit ku ne jetojmë. Pra, që ka edhe një botë, po themi, nëse mund të themi, paralele në brendësinë tonë, e cila kërkon kujdes, kërkon ushqim, kërkon kushtet e përshtatshme të jetës e kështu me radhë. Andaj çdo mos kujdes ndaj kësaj zemre mund të jetë përveç se përcaktuese e pranimit të veprave, pra edhe shoqëruesi I cili shoqëron këtë zemër, çfarëdo që të jetë nga këto papastërti, cilat Allahu subhanahu wa taala po I quajnë të tilla, do të jenë të papranueshme kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, e sigurisht se aty ma nuk ka pastaj mundësi të kthimit dhe të përmirësimit, andaj mbetet mundësia e vetme tani që po flasim, dhe tani ti që po ndëgjon, është mundësia e vetme e rishikimit të pozicionit ton dhe të angazhimit ton përballë kësaj zemre. Sigurisht se I kemi edhe disa pika shumë të rëndësishme që zemra është përcaktuese, por cilat do t'i zbulojmë pas një pauze të shkurt. Shikues të dashur, u kthyem në pjesën e dytë të trajtimit se zemra është përcaktuese. Dhe pa më rëndësinë se I ka dhënë Islami trajtimit të zemrës, duke na mësuar dhe duke na treguar se zemra është ajo e cila e përcakton rrugtimin ton tek Allahu subhanahu wa taala. Zemra është ajo e cila përcakton pranimin e veprave. Zemra është ajo e cila përcakton shpëtimin ton tek Zoti xhaleshanuhu, e do të shohim pastaj se zemra është gjithashtu përcaktuese edhe e drejtimit të jetës tonë. Krejt lëvizjet cilat I bëjmë në jetën e kësaj bote, orientimin ton mendor, orientimin ton madje edhe fizik, orientimin ton të angazhimeve, orientimin ton të preokupimeve, orientimin ton të gëzimeve, orientimin ton të hidhrimit, gjithçka në jetën e kësaj bote e përcakton orientimi I zemrës. Ka është e orientuar zemra? Ku e ka kiblen zemra jote? Sepse atje ku e ka kiblen zemra, atje do të drejtohet edhe I tërë trupi, mendja, preokupimi, angazhimi, cilin e kemi në jetën e kësaj bote. Andaj, nëse zemra është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, orientimi I zemrës është Zoti. Pra, zemra është e drejtuar për tek Zoti xhaleshanuhu. E tërë jeta e njeriu të bëhet adhurim. E tërë jeta e njeriu të bëhet ibadet. Në të kundërtën, nëse zemra është e orientuar dhe është e drejtuar, e lidhur me dynjan, gjithçka në jetën e kësaj bote pastaj do të jetë shpërqendrim dhe do të jetë në fund punë pa rezultat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson dhe na thot: "Men asbaha minkum", ai cili zgjohet në mëngjes dhe hammuhu, derti I tij është Allahu subhanahu wa taala. Që për në mëngjes, zemra ti, sa po të zgjohet dhe sa po të arrit të merr menaxhimin e vetes së njeriu. Sepse në gjumë
ne nuk e kemi në menaxhim veten tonë. Në momentin e parë të zgjimit, dikush duhet ta merr menaxhim veten tonë. Ai i cili përcakton se cili do të jetë veprimi i parë, ai i cili përcakton se cila do të jetë rrugtimi i parë, puna e parë, angazhimi i parë kështu me radhë. Kush i orienton të gjitha këto? Zemra. Andaj ai i cili quhet mëngjes dhe orientimi i zemrës së tij është Allahu xhalla shanu. Cila ka puna e parë? Puna e parë ka elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Puna e parë që ka më thonë o Zot, elhamdulillah që na ktheve shpirtin pasi ishim të vdekur. Pra, kthimi i kësaj begatie të jetës tek pronari real i saj që është Allahu subhanahu wa taala. E pastaj zemra e cilit është e orientuar dhe drejtuar tek Allahu subhanahu wa taala, me një punën e parë ka më bë me fal sabahun. E kështu me radhë. Në të kundërtën, jo rrallë kemi ndëgjuar njerëzit që punën e parë që e bën sapo të ngritën janë do punë cilat ata i din se çfarë janë. Prandaj pejgamberi sa më ka thonë, ai që quhet mëngjes dhe derti i tij, branga i tij, pra orientimi i tij është Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanuhu do t'ja jep këtij disa benefite të mahnitshme të jetës. Pra e tërë jeta do t'i bëhet adhurim. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra kushdo që e ka dertin e tij Allahun, Gjema Allahu shamle. Allahu do t'ja ofroj dhe do t'ja lehtësoj punët e tij. Pastaj Allahu xhallashanuhu do t'i çoj pasurinë në zemrën e tij. Zemrën do t'ja të pasur. Dhe treta ka thonë pejgamberi, dynjaja do t'i vije e nënshtruar. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të punoj dhe të angazhoj, këto mësime i kemi kry. Mirë, po do t'i vije sepse Allahu subhanahu wa taala e ka bërë caktim. Dhe kundërta, ai cili drejtimin e tij, orientimin e tij e ka dynjan. Pra, orientimi i tij është dynjaja. Gjithçka do të jetë shpërqendrim. Allahu xhallashan do t'ja shpartallon, do t'ja shkapërder, do t'ja shpërndan punët e tij. Pastaj do t'i çoj Allahu subhanahu wa taala varfri para syve të tij. Frikën nga varfria, frikën nga dynjaja, frikën nga ardhmja, frikën nga frikat cilat shpesh janë të pakuptimta. Dhe treta, nuk do të vijë nga dynjaja posa ajo që Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar. Pra ai i cili jeton për Allahun subhanahu wa taala dhe orientimi dhe përcaktimi i tij është kënaqësia e Zotit xhallashanuhu, sigurisht se ai i ka të gjitha këto përfitime dhe përjetime, sepse e tërë jeta e tij pastaj do të shndrohet në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Zemra është gjithashtu përcaktuese edhe vend fush betej e fuqishme e të mirës dhe të keqes brenda njeriut. Andaj armiku më i madh i njeriut nuk është e jashtëmi i tij. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam kur ka fol për përpjekjen dhe madje edhe për luftën, ka thonë lufta më e madhe që dikun mund ta bëj është lufta me veten e tij. Lufta më e madhe që dikush e bën është me shejtanin e tij. Lufta më e madhe që dikush e bën është me egon e tij. Lufta më e madhe që dikush e bën është me lakmin e tij. Lufta më e madhe që dikush e bën është me xhehlin e tij, me ignorancën e tij. Andaj njerëzit bin këto betejë. Njerëzit bin këto betejë sepse shumë prej tyre nuk e kuptojnë as që ka luftë të tillë brenda njeriut, e shumë të tjerë madje i shpërfillin këto betejë duke qenë të humbur qysh në startin e këtyre luftave. Andaj zemra është fush betejë mes sinqeritetit dhe syfatësisë. Në zemër zhvillohet kjo. Sa ka ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala dhe ushqim që njeriu të jetë i sinqert, në të kundërtën e ka nga shejtani, nga vetvetja e tij, nga presioni, nga rrethi, nga ambienti që punë t'i bëj për dikant tjetër. Zemra është fush betejë dhe fush veprim mes modestisë dhe mendjemadhësisë. Zemra është fush betejë mes dyshimit dhe besimit. Pra në zemër zhvillohen betejat e mëdha të besimit dhe dyshimit. Andaj kushdo që nuk arrit me gjetë besimin, nuk është në mungesën e argumenteve. Jo vallahi. Betohem në Zotin, se argumentet për besimin në Zot janë as të mëdha, janë as të qarta, janë as të panumërta, saqë është vështirë të injorosh ato. Mirë po e ka humbë betejën në zemrën e tij dhe dyshimet ja kanë mbujt
dhe e kanë poshtë besimin dhe argumentet që çojnë deri tek besimi. Për ta arsye, kur e kanë pyet, janë argumente të thjeshta, kur e kanë pyet beduinin, një arab atje që s'ka pa as qytetrim atje, ka thonë, a beson Zot? Kanë vaj hak, ka mirë për ty. Kanë po prej ka beson Zot? Ka thonë qoftë se i sheh gjurmt, a nuk tregon se dikush ka ecë? Ka thonë po, po si mund të injorohet? Si mund të injorohen, ka thonë, krejt këto gjurmë cilat na rrethojnë e madje edhe vetja jonë, a nuk është argument se dikush i ka kriju? Pra, shqyqen me çfarë argumentit thjesht, njeriu mund të arrijë deri tek besimi, ndërsa i sheh të tjerët filozof, mendimtar, shkencëtar, ku po di unë ata të cilët shpesh herë nuk arrin të thonë asgjë, madje të argumentojnë as zbrastin e vetvetes së tyre, përveç se një lloj përpjekjes që ikin nga realiteti dhe mos ballafaqimi me argumentet e panumra cilat i kanë. Dhe zemra është, po u qetësua zemra, po u bë zemra e nënshtruar ndaj Zotit, betohem në Zotin fuqiplot, betohem në Allahun subhanahu wa taala, se besimi është çështje e natyrshme që njeriu lind me ta dhe jeton me ta dhe e shoqëron në çdo aspekt të jetës së tij. Megjithatë, humbja kësaj betejë në zemrën e njeriu nuk qen askund tjetër pos në fitoren e dyshimeve, pastaj edhe të mos besimit. Sigurisht se në zemër është edhe betejë e madhe mes dashurisë për dynjan dhe dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. Pra dashurinë e cila në momente të caktuara është fituese dhe del fitimtare, dashuria për jetën e kësaj bote, me të gjitha ato të cilat i përfshin jeta e kësaj bote. Dhe çdo fitore e dashurisë së njeriu për jetën e kësaj bote do ta zë vendin e dashurisë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk të nënkupton që njeriu të mos punojë, të mos veproj, mirë po në zemrën e njeriu dashuria për kënd është më e madhe. Dashuria për kënd është më e madhe. Dhe kjo bie ndesh atë kur kërkohet nga njeriu të sakrifikojë dhe t'ia dëshmoj Allahut subhanahu wa taala. Andaj zemra e pastër është ajo e cila fiton, dhe dashuria për Allahun subhanahu wa taala dhe shpërblimet e tij dhe pozitën tek Zoti xhaleshanuhu është e pacenueshme nga çfarëdo që i ofrohet njeriu nga të mirat e kësaj bote dhe nga jeta e kësaj bote. Andaj edhe Aliu radiallahu anhu ka thonë, ruajini zemrën, sepse Allahu subhanahu wa taala shikon aty, dhe nëse zemra pra zemra është e pastër dhe zemra është e mirë, ajo do të jetë fitimtare dhe fituese ndë këto përplasjet të cilat gjenden brenda njeriu. Dhe zemra është përcaktuese e fitoreve të brendshme të njeriu, të cilat si rezultat e saj pastaj do të jenë edhe veprimet e jashtme. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme pastaj, pasi treguam se zemra është përcaktuese për të gjitha këto orientime dhe drejtime të duhura, është shumë e rëndësishme që ta bëjmë një lloj testi që ta shohim zemra jon, a është e gjallë ose jo? Zemra jon, a është e shnosh ose jo? Ti, që thua që është shumë e rëndësishme pas zemrën e pastër, po pajtohemi me ty. Vetëm na ndëgjoj edhe pak. Mos e lë me kaq. Hajde ta bëjmë një test, hajde ta bëjmë një provë se çka nën kupton zemra pastër. Çka nën kupton zemra shëndosh? Çka nën kupton zemra e cila po arriti në këto rezultate, mund të themi se po, është më rëndësi zemra me ka mirë. Kaq është më rëndësi. Edhe unë pajtona, sepse po arriti zemra tjetër shëndosh dhe pastër, nuk ka mundësi që të qëndroj larg Allahut. Nuk ka mundësi që të qëndroj larg Allahut. Dhe nuk ka mundësi të mos i ketë këto reflektime të cilat do t'i përmendim tani. A don me ditë a e ki zemrën e pastër jo? A don me ditë a ki zemrën e gjallë jo? A don me ditë a ki zemrën e mirë jo? Ndëgjoj këtu. Zemra e pastër, zemra gjallë, zemra mirë është zemra e cila gëzohet me bindje ndaj Allahut. Zemra e gjallë gëzohet kur Allahu ja mundson me fal namaz. Zemra gjallë gëzohet kur ja mundson Allahu me agjëru. Zemra e gjallë dhe shëndosh gëzohet kur Allahu ja mundson me dha sadak. Zemra e gjallë gëzohet atëherë kur Allahu ja mundson me i falë të tjerët. Zemra e gjallë gëzohet atëherë kur ja mundson Allahu me ndihmu dikuj. Zemra e gjallë dhe shëndosh gëzohet atëherë kur sheh mirë të dikush. A gëzohet zemra e jote me bindje ndaj Allahut?
Kur Allahu ta ka mundsu me u ndal te kufet e tij, mos me i shkel kufet e tij. Kjo zemra pastër. Kjo zemra shnosh. Pastaj zemra gjallë, zemra e mirë, zemra shnosh shqetësohet, mërzitet kur i bën gjunah Allahut. Nuk ka mundësi me zemrën e gjallë edhe të shnosh me i bën gjunah Allahut. Pin alkohol të zemrën është më rëndësi me pas të mirë. Nuk fal namaz të zemrën më rëndësi është me pas të mirë. Ban shirk Allahut të zemrën më rëndësi është me pas të mirë. Të në kohën, rënd të i përgoju e të jau dëshiru tjerve të keqen, thot zemrën më rëndësi është me pas të mirë. Flet kundër ligjeve të Allahut subhanahu wa taala me lehtësinë më të madhe, halalën e ban haram edhe haramin e ban halal, thot zemrën është më rëndësi është me pas të mirë. Prej ka ky rezultat. Zemra shnosh, zemra pastër, ajo zemra cilën e përmendu më herët që do ta pranon Allahu subhanahu wa taala dhe me të do të dalim para tij, ajo zemër shqetësohet dhe mërzitet shumë kur i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala. Ai mërzitet shumë, ai shqetësohet shumë, ai s'mundet më rahatu, ai nuk mundet me flajt qetë, ai s'mundet më gëzu, nëse i ka bërë gjunah Allahu subhanahu wa taala. Zemra shnosh, zemra pastër nuk kërkon lavdërim nga njerëzit. Nuk i bojnë përshtypje lavdata të njerëzve, sepse ajo zemër i është dorëzuar Allahut subhanahu wa taala. Ajo zemër e pastër, ajo ka kuptuar se nëse Allahu ka po hajrin ta, nuk është më rëndësi të tjerat pastaj se si e vlerësojnë dhe si e çortojnë ose si e kritikojnë ata. Andaj nuk mërzitet, nuk dëshiron lavdatat e njerëzve. Zemra e mirë, zemra shnosh, zemra e pastër, zemra e cila e don Allahu subhanahu wa taala, është zemra e cila vazhdon në vazhdimsi të jetë me punë të mira, edhe atëherë kur është i vetmuar. Kjo është një test i madh. A don me ditë, a ki zemrën e pastër, a ki zemrën e mirë? Shiqo kur je vetën, ku nuk të sheh kërkosh. Çka bën? Se sillesh me Allahun subhanahu wa taala, se sillesh me gjunat, se sillesh me punë të mira. Kjo është përcaktuese e zemrës së shëndosh dhe zemrës së pastër, sepse zemra e shëndosh, zemra e pastër, zemra e mirë e ka kuptuar se Allahu e sheh, është e pavarur për njerëzve. Nuk është më rëndësi a është vendin e vet, a është jashtë. Nuk është më rëndësi a e shohin njerëzit a nuk e shohin. Nuk është më rëndësi a është një vend ku mund të merr lavdata ose mund të merr kritika nga njerëzit. Në zemra e pastër, zemra e shëndosh, zemra e mirë, është zemra e cila kujdeset për ligjet e Zotit, për punët e Zotit, për veprat cilat Allah është i kënaqur dhe i dhuru me to, edhe atëherë kur është vetën. Dhe zemra e mirë është zemra e cila ka frikë në mospranimin e punëve nga Zoti xhallashanuhu. Ai ka dert, madje edhe kur ban mirë, e ka një lloj doze të frikës se a ka marrit me i kry si duhet këto punë që me e shëznu Allahu subhanahu wa taala me pranimin e tyre. Dhe e kundërta merri edhe disa shëja të cilat tregojnë se zemra është e smutë. Nëse këto të parat janë prezent, urime, myshde, përgzim, dhe nëse këto të tjerat pastaj janë prezent, duhet urgjentisht, nëse ne e kemi kujdesin që kur na godet ndonjë smundje, ndonjë sulm, ndonjë paralajmërim i smundjeve të shpejtojmë dhe të nxetojmë tek mjeku që të shërojmë ato smundje e të trajtojmë ato e që ashtu duhet veprojmë, sigurisht se lajmi për prezencën e këtyre smundjeve në zemër është shumë më i madh se sa lajmi për çfarë do lloj smundje të kardiologjisë. Andaj zemra e smur është ajo zemër e cila lodhet nga adhurimi i Zotit. Lodhet me namaz, lodhet me agjerim, lodhet me sadak, lodhet me ders, lodhet të ngu, lodhet të konë prezent në vendet ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, sa ma shpejt e dëshiron lirimin nga to dhe largimin nga to. Kjo shaj e smundjes së zemrës. Zemra e cila kënaqet me mëkat, kënaqet, buzëqesh, krenohet, hec, shpenzon, nuk ndalet, nuk pendohet. Kjo zemër është zemër e smutë, e cila nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj është dhez alarmi i kuq që ndryshimi dhe ndërhyrja duhet jetë emergjente. Zemra e smutë gjithashtu kërkon shikimin dhe fokusin e njerëzve. Është në gjendje gjithçka të bëj vetëm që të jetë prezent para njerëzve. Madje shpesh herë në këtë rast nuk pështojnë as ata të cilët ligjërimi i tyre është fetar.
duke bë veprime dhe gjeste, tema të caktuara të cilat nuk kanë bazë, nuk kanë esencë, nuk kanë formimin, nuk çojnë tek formimi i duhur, thjesht bëhen për konsum dhe për të hekën e kamerave të njerëzve drejt njerëzve, dhe sigurisht se ajo më e madhja që mund ta godas një zemër është harrimi dhe harresa e ditës së llogarisë dhe e daljes para Zotit. Nuk e harron takimin para Zotit pas një zemre smur. Nuk e harron se do të del para madhnisë Allahut pas një zemre smur. Nuk harron se do të ballafaqohet me gjithë ato të cilat e ka bë pas një zemre smur. Nuk harron se do të gjykohet para atij i cili është i drejt pas një zemre smur. Andaj prezenca e këtyre të fundit sigurisht se na çon drejt lëvizjes emergjente për përmirësimin e zemrave tona, duke qenë të sigurt se Allahu subhanahu wa taala nuk ja humb mundin atij i cili përpjeket. Andaj çdo përpjekje e jona për përmirësimin e zemrave, për rregullimin e tyre, për orientimin e tyre dur, për ushqimin e tyre dur, për mbushjen e kësaj zemre me ato që Zoti është i kënaqur me ta, padyshim se do të jetë në peshorën e veprave të mira dhe do të jetë në pamjen dhe në shikimin e Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu do të shikon me vlerësimin e saj, sepse Allahu xhalla shanu është shakur, ai i cili vlerëson edhe mundin edhe përpjekjen tonë më të vogël. E ne në mesin e këtë përpjekjeve tona për përmirësimin tonë të juaj, ishte edhe kjo tematik, të cilën sonte kishim zgjedhur ta trajtojmë së bashku me juve, duke parë rëndësinë e madhe të cilën e ka, duke pasur se kjo është përcaktuese për pranimin e punëve, rrugtimin tonë, daljen para Zotit, nevojën tonë për përmirësimin e saj dhe keqkuptimin dhe deformimin shpesh herë tek njerëzit. Pra zgjedhëm që ta trajtojmë këtë temë me shpresën dhe lutjen e Allahut subhanahu wa taala se kemi paraqit një manual të nevojshëm mbi të cilin kemi me e orientu përmirësimin e zemrave tona, përmirësim i cili pa asnjë dilemë do të ndikojë edhe në përmirësimin e të jashtmes tonë, veprave edhe punëve të cilat i bëjmë. E kjo pastaj do të rezultojë me pranimin e këtyre punëve, e pranimi i këtyre punëve do të rezultojë me shpërblimin e madh, cilën e presim kur dalim para Zotit fuqiplot. Allahu na i përmirësoj zemrat tona. Allahu xhalla shanu na bën nga ata të cilët zemrat tona janë stabil në rrugën e Zotit, sepse nga duat më të mëdha që pejgamberi sa më kishte bë dhe bante ishte ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotullon zemrat, forcona zemrën tonë në fen tënde, në udhëzimin tan, në rrugën tënde deri ditën kur do të takojmë Zotin. Deri në takimin tjetër, Allahu xhalla shanu na mësofti pastrim zemrat tona e na i përmirësoft punë dhe veprat tona. Thank you.